Ajo që pam të gjithë me Andorën ishin 3 golat te 3 pikët, por kjo ndeshje për llogaritë eliminatoreve të Kupës së Botës kishte edhe anë të dukshme dhe të padukshme që përfitoheshin nëpërmjet gjuhës së trupit. Dhe vështrimet në mbrëmjen e lagësh të pramverës si vëllë sërish ylli i kombëtares son Armando Broja, pavarësisht se Rei Mana i realizoi dopjetën dhe u zuni golin në rrofe. Broja nuk ndezi shpesh motoret e tij, por ndezi thirrjet e zemrave të tifozëve, bashkë me këto dhe shpresën për një rikthim të madh për ndeshjet me Serbinë më gjerë. Dhe Broja e ka këtë status si Benjamin pasi e ka fituar të dashuritë të tribunave pa kushte që herët në deputimin e tij. Në fakt, në këto ndeshje tifozët më prisnin sulmuesin të ishte prezent, pasi ai prej kohësh ndiqej nga djalli i tëmtimeve. Aq shumë sa që shumë njerëz nisën të thonë që aq e pati. Këtej shpërthejnë komentet, andej Broja ropate i spitaleve të Ankis. Befas shfaqet në listë dhe më bukur në fush, si kur donte të thoshte, ja ku jam. I gjithë Odisea nuk është e lehtë, do karakter të fortë të cilin e afishoi dhe këta herë në kombëtare duke rrezikuar shumë. Të shmihet qartë që ofense djalli do shumë këtë fanell. Erdhi dhe u duk më i maturuar, më i rezervuar dhe më efikas. Qatë gjithë ndeshjes me Andorën në fut shumë pak në aventurë, vetëm 3 herë, kur në driblimin e parë mori faullin e golit, në të dytin bëri perfekt kamarierin për Rei Manajn, i cili shënoi më për të mboshe kështu më radhë. Broja më parë në ato pozicione godiste dhe kritikohej që nuk shërbente, kujtojnë këtu golin me Hungari në pozicion të pjerët, të ndeshje duke i më i pjekur mbase dhe më i kujdesshëm. Nuk donte më të shkonte për analizat të tjera mjekësore të mërzitshme që i kanë ardhur në maj të hundës, prandaj vetëm pasonte. Në shumë mundësi dhe stafi e Evertonit e ka porositur. Shko, por ki kujdes. Dhe kjo është më se normale duke parë dhe kalvarin e dëmtimeve. Broja u duk më i qetë, më lider, më profesionist, dhe kjo është simptom e një rikthimi të shumë pritur. Dikush më tha në stadium se sekreti që Broja është mirë, është glihoja e përmetit, të cilin Armando e pëlqen. Çfarë s'ndodh? Ndonjëherë dhe duhet besuar.